Big Brother Kosova vazhdon të jetë një hapësirë ku tensionet dhe akuzat midis banorëve marrin për masa të mëdha, shpesh duke ndikuar drejt për drejt në marrëdhëniet dhe strategjitë brenda shtëpisë. Një nga momentet më të diskutueshme këtë sezon ishte përplasja midis Labit dhe Fjollës, kur Labi ja akuzoi Fjollën për mënyrën se si kishte ndërvepruar me disa banorë të tjerë, duke përfshirë edhe raportet e saj me shokët dhe mënyrën se si ajo kishte menaxhuar situatat emocionale dhe marrëdhëniet në lojë. Akuzat e Labit ishin të ashpra, por ato u bën pjesë e një konflikti më të gjerë mbi besueshmërinë, miqësinë dhe lojën e brendshme. Fjolla u përball me sfidën e të mbrojturit vetes dhe reputacionit të saj, duke shfaqur qasje të ndryshme, nga mbrojtja e pozicionit të saj tek përpjekja për të qetësuar tensionin dhe për të shmangur eskalimin e debatit. Ky moment u tregua se sa delikate mund të jenë marrëdhëniet brenda shtëpisë, ku secili veprim dhe fjalë mund të interpretohet në mënyra të ndryshme. Banorët e tjerë reaguan duke u përpjekur të ndërmjetësojnë situatën ose duke marrë anë, çka tregoi ndikimin e fortë që akuzat mund të kenë në dinamikën e grupit. Në Big Brother Kosova, një konflikt i tillë nuk prek vetëm dy palët, por krijon efekte zinxhir mbi aleancat, besueshmërinë dhe mënyrën se si secili banor perceptohet nga të tjerët, nga ana psikologjike. Ky moment nxori në pa pasigurinë, presionin dhe emocionet e larta që shoqërojnë lojën. Kur një akuzë u shpreh në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe me intensitet, ajo shkaktoi reagime të menjëhershme emocionale, duke theksuar rëndësinë e komunikimit, kontrollit dhe vetdijes së ndikimit që ka fjala tek të tjerët. Publiku reagoi menjëherë ndaj debatit. Shumë e ndoqën si një përplasje dramatike dhe vendimtare për rrjedhën e lojës, disa mbështetën Labin për hapësinë që ofroi për të treguar ndjenjat e tij dhe qasjen ndaj situatave, ndërsa të tjerë mbrojtën Fjollën, duke e parë akuzën si të egzageruar dhe të panevojshme. Ky pola